Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht ngjarjet dhe dinamikat më të fundit. Ditën e sotme do të nisim këtë maraton të gjatë duke komentuar mbi Brikenën dhe Mateon. Mateo dje ishte pjesë e një paneli në televizionin Top Channel ku foli hapurazi për rrugtimin e tij dhe jetën pas Big Brotherit. Do të thënë foli për dashurinë e publikut, foli për atë befasin që Mateo kishte përjetuar në momentin që kishte dalur nga shtëpia, sepse normal çdo gjë i dukeshte pa zakon dhe pa imagjinueshme që personazhi Mateo të merr gjithë këtë dashuri të madhe, gjithë këtë respekt, gjithë këtë vlerë nga publiku. Do të thënë ishte për Mateon diçka e pa besueshme, do të thënë ishte thjesht një ëndër. Por Mateo si gjithmonë solid, si gjithmonë modest me publikun, diti që ta bëj edhe një herë për vete gjithë audiencën duke shprehur atë qytetarinë e tij dhe edukatën. Do të thënë të shumta kanë qenë pyetjet për marrëdhënien e tyre, të shumta kanë qenë pyetjet për rrugtimin e tyre pas Big Brotherit, për Brikenën, por gjithashtu edhe për një litar fotografish, ku Brikena nuk e kishte vënë Mateon. Do me thënë, Brikena tek shtëpia e tezës së saj kishte vënë një litar fotografish, ku në ato fotografi ishin fotografitë e Brikenës brenda shtëpisë së Big Brotherit. Tani, në këtë mesin, unë kam patur shumë mesazhe të cilat më kanë ardhur Tiron, Brikena nuk e ka vënë Mateon, Brikena nuk është me Mateon, Brikena nuk dëshiron që Mateo të jetë në këndet e saj, etj, etj, etj. Do të thonë janë këto fansat të Brikenës edhe të Mateos që duan të shohin aq bashk sa që me një veprim të vogël ata trëmben. Fillimisht një herë si ka fansa Mateo, ka fansa dhe Brikena, që të dy palët kanë fansa. Dhe unë mendoj që ky litari me fotografi ishte një dhuratë e cila i erdhi Brikenës me gjithë një tuftë të madhe me lule, ku Brikena në shenjë respekti dhe në nder të fansave të saj, të ndjekësve të saj, të adhuruesve të saj, ajo e ka bërë këtë fotografim për t'ju treguar që unë jam shumë mirë dhe ja po ju respektoj. Tani nuk do të thotë se në litarin e fotove të varur në perde, ju e shikoni litarin sepse o kam nxjerr, pikërisht bëhet fjalë për këtë litar, Brikena nuk e do Mateon dhe Brikena nuk është me Mateon. Nuk ka nevojë dhe nuk është duke bërë Mateo ndonjë lojë marketingu që të luajë me ndjenjat e tij, ashtu siç ne jemi mësuar që të dëgjojmë nga Big Brotherat më hershëm apo nga personazhe të njohur që një ndarje të tyre ato nuk e tregojnë. Mateo, për mendimin tim, foli shumë qartë dje, duke thënë që unë e dua atë vajzë, unë e respektoj atë vajzë, unë luftova për atë vajzë dhe unë dua të jem me atë vajzë. Tani sa po u lidhen këto, pse duhet të ndahen? Më thënë shumë e shëmtuar pyetja që bëhet, më bëhet shpeshher kjo pyetja cili nga çiftet duket më i vërtet. Ore që të dy çiftet janë të vërtet në formën e tyre. Dhe Mateo dhe Brikena janë shumë të bukur, domethënë po jetojnë jashtëzakonisht bukur dashurinë e tyre. Tani, se personazhet në fjalë kanë nevojë të ndajnë momente me familje, kanë nevojë të rinë me njëri tjetrin, kanë nevojë të kënaqen me prindërit e tyre. Brikena do të ikën për në Itali të takon nënën, babain, si ka parë me muaj të tërë. Kjo nuk do të thotë që Mateo dhe Brikena janë të ndarë, kjo nuk do të thotë që marrëdhëniet e tyre janë të krisura. Natyra e Brikenës, me sa unë kam arritur ta kuptoj, nuk është natyrë për shembull si e personazheve të tjerë që ne kemi njohur më përpara, që menjëherë kanë dalë në foto bashkë, menjëherë kanë qenë bashkë, menjëherë kanë kaluar bashkë, sikur dëshironin që të fitojnë me klikime nga kjo gjë, sikur dëshironin që ta marrin famën e gjithë kësaj. Unë mendoj që Brikena është duke e kaluar shumë bukur, marrëdhënia private mbetet private, ajo nuk dëshiron që publiku ta respekton për Brikenën të lidhur, për Brikenën të dashuruar, por dëshiron që ta respekton publiku për Brikenën, për natyrën që ka Brikena, për njeriun që ka Brikena, dhe mendoj që
çdo gjë tjetër, çdo amencim tjetër, çdo aludim tjetër në këtë mes është i tepërt dhe nuk është e bukur që ta komentojmë sepse më duket tepër e neveritshme. Unë e shoh që Brikena është shumë mirë, është shumë e lumtur, është harmonikisht e kënaqur, nuk është shumë aktive në rrjetet sociale, për shembull, si disa personazhe të tjerë që kanë qenë në Big Brother. Kjo e shton edhe më shumë kurreshtjen tek publiku shqiptar të shohin diçka më shumë nga Brikena. Por nuk mund të them që nuk është aktive tani. Brikena s'ka qenë aktive as në javën kur doli nga shtëpia, ndoshta jeton me këtë formën, domethënë është nga këto personazhet publik që dëshiron të poston vetëm nga puna profesionale, domethënë shumë pak nga jeta private në Instagramin e saj. ë Nuk e ka përdor fare lidhjen me Mateon për klikime, sepse po ta përdorte Brikena do të kishte nxjerr foto gjatë gjithë kohës dhe duke u mësuar që duke parë tek çiftet e tjera që të showbizit gjithmonë që po e përdorin marrëdhënien e tyre për klikime, domethënë mendojmë se dhe Brikena është po në të njëjtin stad, dhe Brikena duhet i bën të njëjtat lëvizje dhe ndoshta futet në një rreth paragjykimesh, në një luftë të klikimesh që e bën Brikenën që të jetë më shumë në qendër të vëmendjes. Domethënë Brikena është në një luftë të madhe pse ajo nuk poston me Mateon. Por dhe Mateo, domethënë, ka përzgjedhur që të postoni vetëm sepse unë mendoj që privatësia e lidhjes dhe dashuria e Mateos dhe Brikenës në fund të ditës mbetet tek ato të dy. Nuk mundet një djalë si Mateo të del në një televizion, Mateo nuk është gënjeshtar, dhe të gënjen, të përgënjeshtron për marrëdhënien e tyre. Domethënë ai thjesht ishte shumë krenar, ishte shumë i lumtur që Brikenën ka arritur që t'ja rëmben shpirtin dhe ta bën për vete. Domethënë ajo litari, le ta quajmë kështu, i fotografive nuk është një litar i cili fakton gjendjen aktuale të marrëdhënies së tyre, nuk është një litar që tregon që Brikena nuk e do Mateon, ë? Big Brotheri ka qenë individual, ka qenë i Brikenës, ka qenë i Mateos, kujtime nga Big Brotheri ka dhe Brikena, kujtime nga Big Brotheri ka dhe Mateo. Domethënë në të njëjtën formë Mateo dhe Brikena janë të dy harmonikisht shumë të lumtur dhe shumë bukur mes njëri tjetrit. Unë sinqerisht ju uroj të gjitha të mirat, uroj që t'i shoh të bekuar bashk, uroj që t'i shoh të kënaqur bashk, por kjo nuk do të thotë që Mateo dhe Brikena nuk e duan njëri tjetrin. Besoj që do të na befasojnë me fotografi nga momentet e tyre të bukura, nga takimet me prindërit, nga takimet me të afërmit, nga komentet e të afërmve, nga qëndrimet e të afërmve për marrëdhënien e tyre. Domethënë ka një rrugtim të gjatë që ne na pret të shohim tek ky çift.